Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në 103.5 është kjo frekuenca jonë, por gjithashtu edhe në online Radio Urban.fm ku mundi me na dëgju 24/7, kjo që duhet të bëj është me u connect me internetin, për u mujt me dëgju muzikën më të mirë që mundesh me dëgju në një radio, por definitivisht edhe informacionet të cilat japën në Afternoon Delight prej tonës së deri të premtën, prej orës 15 deri në orën 17. Ladies and gentlemen, bashkë që ju tregova edhe në fillim të emisionit, sot bashkë me mua është Aldo Baxhaku, si menaxher i projekteve edhe gjithashtu pjesë e shoqatës për teknologji të informacionit edhe komunikimit në Kosovë, ku kemi me folë rreth Western Balkan Accelerator program, një program i mirë për startupat në vendin tonë, por edhe më gjerë. Aldo, mirë se ke ardhur, kënaqësimet pas, nuk është e raport që po shihem, po sa herë të vjen është një energji fantastike se po vjen me diçka të re. Faleminderit për ftesën, përshëndetje, edhe kënaqësi që flasim prapë bashkë për tema interesante, tema zhvillimore. Tema zhvillimore definitivisht duke ditë edhe ku po shkon bota, definitivisht një ndër temat që më shumë të ja vlen me folë është teknologjia. Çka përfaqëson saktësisht ky program për komunitetin e teknologjisë në Kosovë? Patjetër, tash dëgjuesit janë startupe, marrin vesh në teknologji, po janë dhe ata dëgjues që nuk janë shumë, le të themi, të familjar me gjuhën, kështu që do mundohem të jem sa më i thjesht. Programi synon që të ndihmojnë bizneset, të cilat janë fazat më të hershme të tyre, dhe që kanë dalë prej asaj që kam një ide, po kanë ndërtuar diçka, dhe kanë hedhur në treg, dhe kanë, le të themi, minimumi një klient që paguan ose dikush që po i ndihmon që ta testojnë nëse kanë interes. Kjo quhet startupi. Por që e ka kalu fazën e parë, kemi një, a thuhet gjuhën e biznesit quhet MVP, një produkt që diçka ti e ke ndërtu. Dhe tregu ka interes për të. Atëherë vin lojë këta që quhen akselerator. Dhe Western Balkan Accelerator Program synon që këta themelues ti ndihmoj shumë shpejt. Prandaj quhet accelerator, për shpejtues. Në një kohë shumë të shkurtër, për 15 javë zgjat programi, ti bëhesh gati të hyn në një, më pëlqen të them sprint, ku mentor të ndryshëm, të fushave të ndryshme të ndihmojnë në aspekte shumë të ndryshme të biznesit dhe në kohë shumë të shpejta. Ata të vendosin targete shpejt, punojnë me ty shumë shpejt dhe ti duhet të dorëzosh punën, kuptohet, ti po punon biznesit tënd, ti po përmirëson produktin tënd dhe në fund fare quhet demo day, ti e prezanton gjithçka çfarë ke arritur, produktin tënd të përmirësuar përpara investitorëve, dhe këta investitorë vendosin të investojnë ose jo tek ty. Në rastin konkret, opening card që quhet në gjuhën e biznesit prap, është 50.000 euro me mundësi le themi investimi të mëtejmë deri në 250.000 euro për startupet. Është shumë interesante, edhe u përmendën edhe mentorët edhe bashkëpunimet të cilat keni me mujt me i pas. Qysh erdhi bashkëpunimi me një emër shumë të madh si Startup Wise Guys prej Estonisë? Ne kemi vite që po punojmë për të sjellë një akselerator, një VC accelerator ndërkombëtar në Kosovë. Nuk ka aktualisht, ka projekte rajonale, është një në Shqipëri, është në Bosnjë dhe neve kemi dashur të punojmë në një qasje shumë strukturuar për të sjellë diçka, po jo veç të importojmë diçka shabllon. Me partner, padyshim, kanë qenë shumë ndihmues partnerët në Zvicra, Suisipia, IBRD-ja, cilët janë akoma janë ende dhe në këtë program janë mbështetjet kryesor. Jemi munduar të sjellim dikë, po që fillim ata ta masin vetë, le të themi, situatën. Në janar neve me Startup Wise Guys kemi pasur një forum që kemi bërë në Tech Park Prishtina, ku kemi mbledhur të gjithë le të themi ata që e përfaqësojnë ekosistemin, duke na startupët, tech ekspertët, tech organizata ndryshme, dhe kemi folur për 2 ditë. Janë mbajtur pitch session, workshop, round tables, dhe në një farë mënyrë kjo shërbeu për Startup Wise Guys që të diagnostikonin që të gjithë ekosistemin e startup. Dhe ajo që u tha në një zëri është që Kosova nuk i mungon diçka për sa i përket mbështetjes fillestare. Ne kemi këtu inkubatorë dhe kemi organizata të cilat i ndihmojnë bizneset në fazën e idesë, fazën e parë. E gjitha bëhet e vështirë kur ti do të më bëhet të scale up, kur ti do tek faza që ti do të rritesh dhe ta nxjerrësh produktin jashtë kufive. Pikërisht kjo e bën një startup në radh parë dhe kjo të fut ty në këto lloj projektesh. Këtu aktualisht kemi një boshllëk. Startupet po detyrohen të shkojnë në projekte të cilat janë jashtë kufive të Kosovës, dhe ata thanë që këtu brumi ekziston, talenti është, kuptohet, kjo nuk ka nevojë për një diskutim,
por që nuk ka strukturë. Dhe të gjithë këto aktorë që janë aktualisht duan pak më shumë kohezion, pak më shumë rrjete komunikimi ndërmjet tyre. Dhe kështu që ata erdhën me një program, erdhën me një diagnozë për të gjithë atë që ata vlerësuan që këtu mungon. Pra nuk është diçka hajde po vi, po eksportoj një produkt i cili ka funksionuar diku dhe hajde ta provoj edhe për Kosovën. Jo, kjo është e bërë për Kosovën. Edhe për Maqedoninë e Veriut. Forumin që ne patëm pa diskutuar dhe startupin e Maqedonisë e Veriut, gjithashtu ata e mbajtën dhe një sesion atje. Kështu që ky projekt, ky program, këtë radhë do të jetë vetëm për këto dy vende. Okej. Vetëm për këto startupe dhe është i strukturuar për startupet të cilat janë B2B, që do të thotë që ti ke një produkt që i shërben bizneseve. Ata janë atyre po i shet dhe ata shërbejnë në vertikale të ndryshme, që do të thotë janë të fokusuar në vertikale si për shembull software as a service, inteligjencë artificiale, fintech, cyber security, sepse jo çdo biznes rritet njësoj. Të tjera metoda dhe të tjera le të themi metodologji, tamam, edhe coachingi duhet një fintechu dhe ndryshe rritet një cyber security. Kështu që janë shumë të fokusuar te kjo pjesë, janë metodist shumë, përfaqësojnë Startup Wise Guys është gjëja që unë mendoj që njëra gjërat më të mira të këtij projekti, sepse ata po vinë në Kosovë, po fusin Kosovën në hartën e tyre, nëse shikon hartën ku ata operojnë, ti shikon Milano edhe Bukuresht. Edhe ndërmjet nuk ka asnjë gjë. Tash Kosova. Tash aty do jetë një pikë ku do të thotë edhe Kosova, që do të thotë për ata tuajt që do ta shohin, domethënë okay, këtu pas ka Brum, pas ka startupe, të cilat dëshirokan të rriten, sepse pikërisht për këtë është kjo, për ata startupe që këta duan të rriten, këta duan të marrin skenën ndërkombëtare dhe është një rrezik për vetë dhe për vetë startupet, sepse edhe në anën tyre kjo është ajo faza që është shumë e rëndësishme që ty të nxjerr nga rehatia dhe ideja nuk mbetet vetëm në ato bisedat e kafes, po tani duhet produkt konkret, klient konkret, rritje. Janë njerëz që do investojnë tek ty dhe presin që ti dorëzosh punën në fund dhe me shpresë për exit. Nuk është veç ëndër mo, masanina del gjithçka dhe bëhet faktike. Çfarë pëlqen me ty Aldo, shumë ta bëj një pyetje ti mi jep krejt përgjigjet e pyetjeve tjera që po ta me ti po nuk ka lidhje. Çka po nuk kupton formati hibrid? Mujta me pas që është formati hibrid, cilat prej aktiviteteve kanë me u mbajt nashta fizikisht në Prishtinë. Po, është metodologjia e Startup Wise Guys, projektet e tyre janë hibride përgjithsisht. Do të ketë mentorime online për startupet cilat do të përzgjidhen si pjesë e projektit, do të ketë gjithashtu 3 bootcamps që do të mbahen fizikisht. Do të mbahen 2 në Kosovë dhe 1 në Shkup. Okej. Një do të jetë në Prishtinë, 1 do të jetë në Prizren dhe 1 do të jetë në Shkup dhe në fund fare demo day gjithashtu do të mbahet në Prishtinë. Okej. Programi do të zgjasë nga qershori deri në tetor, kur do të kemi edhe demo day. Vlen theksohet që Startup Wise Guys i ka rreth 600 mentorë në rrjetin e tyre. Okej, pas ka sot dush. Ata kanë përfaqësi në 60 vende të ndryshme të botës. Kështu që kanë eksperiencë në shumë vende dhe kanë parë shumë. Nuk është se do t'i surprizojmë me diçka. Ajo që është e rëndësishme është që t'i tregojmë që neve përshtatemi me atë që ata veç se janë mësuar. E përfaqësojnë një rrjet jashtëzakonshëm themeluesish. Ata punojnë duke ndihmuar ty në tre sektorë ndryshëm. E para punës është rrjeti, e dyta është metoda dhe e tjetra është eksperienca. Eksperienca thjesht i shkurton punën një startupi. Ata ty tregojnë çfarë të bësh dhe çfarë mos bësh. Ata kanë shumë eksperiencë, kanë parë mira startupe. Kanë parë mira raste si do të jenë startupet e jona që do aplikojnë. Dhe ata veç e dinë që nëse ndjek një rrugë caktuar, ata do të ta thonë me njëherë që kjo nuk funksionon. Pse? Sepse ata flasin me startupe dhe me biznese nga e gjithë bota. Aty pikërisht në tregun ku startupet tona synojnë të shkojnë. Së dyti rrjeti ty të hap dyert. Është gjëja më kryesore mendojmë për startupet, takoj sa më shumë njerëz, takoj sa më shumë investitor, takoj sa më shumë mentor. Dhe e fundit fare që është normale është me struktura, metodika. Ata nuk të lejojnë që ti të ecësh ku të ru, pa e ditë se ku po shkon. Nëse kjo është dhe synimi i akseleratorit. Në 15 javë ti do dish saktësisht çfarë do bësh dhe do ketë numra shumë të qartë se çfarë do të arrish. Në fund të çdo lloj hapi të sprintit ti do ta dish saktë se çfarë është objektivi. Do ketë një numër, X numër.
një marrja e një klienti, përmirësimi i një shërbimi X, takimi ka zhvillimi kaq takimeve. Kështu që nuk do të kesh atë ndjenjen e pasigurisë që ku po shkoj ose dhe matja do të jetë reale çfarë ka arritur në fund ditës. Që më mujtë edhe me kuptu që masanina edhe me ditë se çfarë është hapi i radhës edhe prej startupave. A ekziston, qysh apo ekziston një mundësi edhe për një investim views deri në 250.000 euro. Qysh bëhet për zgjedhja për këtë fazën e dytë? Atëherë, aktualisht ne kemi hapur aplikimet që të gjithë startupet të aplikojnë fazën e parë, e cila është për zgjedhje atyre që do të jenë pjesë e programit. Ne kemi aktualisht diku tek 88 aplikime. Synojmë deri afati aplikimeve është 18 maj. Domethënë deri në fundjavës ne synojmë të kemi mbi 100 aplikime nga Kosova dhe në Maqedonia e Veriut. Sa është numri që duhet me u mush, apo ka një numër caktuar apo jo? Ata që do të pranohen, maksimumi do të jenë diku tek 13. 13, okay. 13. Okay. Kështu që konkurenca është e madhe. Është goxha e madhe, por vlen të theksohet që kjo po nis tani jo për të mbaruar në tetor. Okej. Por është një gjë e cila do të vazhdojë të jetë këtu në Kosovë dhe ata do ta kenë një qendër operimi në Kosovë. Kuptohet? Kjo do të varet shumë, sidomos nga cilësia e programit të parë. Po. Sa më të kënaqur të mbesin ata me Kosovën, aq më shumë do të jenë gatshëm që në nëntor t'ja nisim. Na thojna mos të prishin për pak, atë mos të prishin bile në fond edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pas kësaj, këto 13 startupe do të hyjnë në program dhe në fund fare dalin para investitorëve. Kush do jetë më bindës, në bisedat që ne kemi ata, le të themi, e ka marrë një farë vendimi që do investojnë, por kjo do të varet nga demodelin, do të varet nga performanca e startupeve gjatë programit, kur ti dalesh para investitorëve, ti e di se për çfarë po kërkon. Nuk është ideja 50.000 euro, ideja është për çfarë po i do ato 50.000 euro. Edhe çfarë do rregullosh, edhe nuk është e kufizuar në 50.000 euro, as në 300.000 euro. Mund të jetë një ide aq brillante sa mund të dalë një investitor dhe do të investoj 1 milion euro. Po. Nuk është fare e kufizuar. 300.000 euro vetëm dihet që janë pjesë e programit që ofron Startup Wise Guys. Ata investitorë nuk punojnë vetëm për Startup Wise Guys, aty ka dhe investitorë tjerë. Për të sjellë disa numra, 45% e startupeve që kalojnë nëpër projektet e Startup Wise Guys marrin investime pas programit. Okej. Që është gjë më e rëndësishme. Edhe nëse ti nuk merr aty për aty, është shkollë për ty këto 15 javë që të kuptosh se si funksionon jashtë Kosovës, se si funksionon në atë botën, le të themi reale, kur ti nuk je në atë zonën tënde të komfortit, ku janë njerëz cilët as nuk njohin, as nuk duan të dinë për ty, por thjesht duan të dinë për biznesin tënd. 75% e bizneseve e startupeve që kalojnë nga Startup Wise Guys mbjetojnë. Okej. Mesatarja botërore është 10%. Wow. Domethënë, një në 10 startupe, 5 vite, mbas 5 viteve dështon, mbyllet. 75% e bizneseve që kalojnë në le të themi në këto programet e tyre, sepse ata kanë programe ndryshme, nuk kanë vetëm program akselerimi, arrin të jetojnë. Dhe një shifër tjetër shumë interesante është që për çdo euro që ti investon në këto startupe që ata i besojnë, rikthimi mbrapa është 22 euro. 22 euro, okej. Me 22 fish, le të themi, të kthej aty investimin mbrapa, pasi është bërë exit. Është faza e fundit fare kur ti e shet kompaninë tënde, e shet startupin tënd dhe mesatarisht është 22. Do të thonë se ti ke investuar në biznesin tënd, po them 10.000 euro, 22 fish, do të thonë 220.000 euro që ti do të kesh fitim. Kozë shumë. Janë disa shifra që ata t'i vënë përpara që në fillim dhe tregojnë që deri ku mund të shmëri, po. Ama dhe kërkesa, domethënë investimi këtu nuk është çmim. Për një det bukur. Kështu që investimi është përgjegjësi dhe rëndësia e këtij programi për Kosovën është a kemi ne të gatshëm ta marrim të përgjegjësi dhe dim çfarë do bëjmë me këto para. Domethënë nuk është vetëm çështja e startupeve të Kosovës, është edhe tek vendi si i tillë. Domethënë a kemi ne peshë, a kemi ne brum mjaftueshëm, a kemi startup. Bash për çito do është me të pyet se tash edhe po besoj që të ka rënë po disa prej startupeve të cilët vetë se kanë aplikuar kanaj rritje të cilësisë startupeve në Kosovë, apo mundesh me vrej diçka? Po normal që ka. Kosova ka talent. Talenti është aty, ne kemi programerë shumë mirë, dizajnerë shumë mirë, marketuesa jashtëzakonisht shumë të mirë. Shitës shumë mirë, por thash, gjithë këto duhet bëhen bashkë. Do të thonë individualisht brumi ekziston, struktura dhe kanalizimi i informacionit edhe i gjithë kësaj le të themi këtij ekosistemi duhet jetë pak më i kanalizuar, dhe sepse aktualisht në Kosovë ajo pjesa e puzzle-it që mungon është mundësitë e investimit.
Mundësitë e startupet kanë nevojë për investitor. Dhe kjo është thirrje që shkon edhe për aktorët vendas, jo vetëm për të. Do thënë ne kemi njerëz edhe brenda kufive që kanë mundësi, kanë kapital që mund të investojnë. Ama VC, që thotë venture capital, kapitali sipërmarrës, është ai lloj investitori i cili merr përsipër rrezikun e startupit. Këta lloj investitorësh që investojnë në 10 startupe me synimin që njëri të paktën dalë i saktë. Ata e dinë shumë që kur futen lojë e dinë që 8 do dështojnë. Nuk diskutohet që 8 do dështojnë. Se tishta e shu, tishta aq e thjesht, ku me di çka kishin bu. Do e dinin të gjithë. Kështu që rrezik ka, normal që ka rrezik, por që është një, le të themi, është një sfidë për të gjithë neve që t'i tregojmë se një arsye pse ata nuk vinë në Kosovë është imazhi. Është imazhi, kanë dëgjuar pak. Neve kemi këtë që ne flasim shumë mirë anglisht dhe jemi shumë të fokusuar në punën tonë dhe shpeshherë nuk reprezentojmë vendin tonë. E vërtet, nga vim. Domethënë, kompanitë tona jashtë, profesionistët tonë jashtë janë në kompanitë më të mira. Ama ajo që synimi janë është se sillim ata këtu. Domethënë që investimi të bëhet këtu, që startupi nga këtu të shërbej botës, të hapi punë shumë të kualifikuara këtu. Startup Boys Guys janë vendosur në Estoni. Estonia e ka popullsinë sa Kosova, 1.3 milion banor. E vërtet. Ama ata kanë krijuar një kulturë biznesi të cilën neve ato po synojmë. Aktualisht Estonia i ka 7 unicorn. Unicorn quhet startup i cili vlerësohet mbi $1 miliard dhe është akoma privat, nuk është në bursë ende, nuk është publik ende. Ata i kanë domethënë vetëm 7 unicorna, minimumi është $7 miliard. Domethënë, është një ekonomi e cila e rrit vendin në mënyrë shumë kualitative, bësh ekonomi prodhuese, jo ekonomi konsumi, kur ke startupe shumë të suksesshme. Dhe nuk mund të kesh startupe suksesshme pa patur programe akselerimi, dhe këto programe akselerimi duhet të jenë patjetër shumë cilësore. Këta që do të mentorojnë, domethënë e gjitha pjesa operacionale e këtij programi do të zhvillohet nga Startup Boys Guys. Ne nuk kemi fare lidhje me ato. Ne jemi Partstiku edhe Makerspace në Prizren janë partner lokal, që do të thotë ne lidhim startupet me programin. Dhe këtu puna jonë si thosh jo se mbaron, por si thosh neve distancohemi sepse të gjithën punën e mentorimit, për zgjedhjen, punën me startupe. E gjithë programi 15 javor, ata do të kenë peshën 95% kryesore, sepse ata duan që të zhvillojnë të gjitha proceset siç e din ata. Dhe duke parë se si do të shkojnë këto 15 javë, atëherë ata do të vendosin nëse do të angazhojnë më shumë aktorët në Kosovë, nëse do të vazhdojnë punojnë në Kosovë, dhe do të jetë shumë gjë e mirë nëse ata vazhdojnë të jenë këtu, sepse momenti që vjen Startup Boys Guys, atëherë edhe një VC tjetër në përbot do thotë okay, po shkoj edhe në Kosovë. Edhe rritet, sa ata janë konkurrencë të gjithë me njëri tjetrin. Definitivisht, shumë interesante me shumë me e kuptu krejt me një perceptim krejt tjetër që nuk na ka ra ma herët me i kthyer gjanat. Për fund, cili është mesazhi për gjithë ata që kanë një produkt gati po hezitojnë që me apliku? Mesazhi është ky, nëse ke një produkt sot, edhe e ke ndërtu diçka. Edhe madje dikush po e provon atë, dikush po paguan idealisht, dhe ti këtë produkt të zgjidhje do ta çosh për te kufive të Kosovës. Aplikon program. Po mos aplikon me idenë hajt po e provoj. Apliko seriozisht. Sepse aplikimi seriozisht e para të rrit shanset për fitu. Dhe e dyta është edhe nëse nuk fiton, është një farë stërvitje për të parë, është një analizë që do t'i bësh vetvete se ku e kam aktualisht produktin tim. Për të aplikuar shumë e thjeshtë, shko në westernbalkanaccelerator.com ose na shkruaj në info@stick.com për detaje. Informacioni është online, mund të arrihet shumë thjesht, nuk është as pak problem. Aplikoni, por është ajo, nuk synohen startup në fazë idesh. Nuk duam të premtojmë tani gjëra të pa. Ai se bojë nuk shkojnë në shtëpi, ha? Pikërisht. Por duhet jetë diçka serioze, por mos u friksoni nga ideja që nuk e kam startupin perfekt. Startupet nga natyra nuk janë perfekte. Mund të keni teknologji shumë dobët, nuk ka rëndësi. Ajo që Startup Boys Guys janë gjërat që vlerëson më shumë ti, nuk është teknologjia, por është ajo që ata quajnë coachability, trajnueshmëria. Nëse je i hapur të trajnohesh dhe nëse je shumë i sinqert që thuash kompania ime ka defekt në 1, 2, 3 komponentë dhe këto të 3 duhet të përmirësoj, shanset e tua rriten jashtëzakonisht shumë, sepse ata vlerësojnë shumë sinqeritetin dhe ta dish ti ku do të përmirësohesh.
Aldo, shumë faleminderit, kënaqësi si gjithmonë me të pas këtu dhe me mujt me diskutu gjithmonë për diçka shumë interesante, edhe për me pas hapësirë për ideja edhe a me shku përpara si ven, kënaqësi me të pas edhe një herë, e po shpresoj që me u taku prapë edhe për gjëra më të mira. Faleminderit shumë.